Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i ka informuar ambasadorët dhe delegatët e Bashkimit Evropian për vitin e tij të parë në këtë detyrë. Lajçak përmes një postimi në Twitter ka bërë të ditur se u ka shpjeguar planet për javët dhe muajt në vazhdim. Ai ka shtuar se është i inkurajuar me mbështetjen e fortë të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Ambasadori gjerman në Kosovë në një intervistë për RTK-n zgjedhjet i ka vlerësuar të rëndësishme për Kosovën duke pasur parasysh dialogun me Serbinë, pandeminë dhe zgjedhjen e presidentit. Ai ka kërkuar proces transparent dhe fer zgjedhor derisa ka shtuar se pas zgjedhjeve pret vazhdimin e bisedimeve me Serbinë deri në arritjen e një zgjidhjeje. Në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka folur për rëndësinë e zgjedhjeve që do të mbahen në vend. Ai ka thënë se duke pasur parasysh në një mënyrë jo stabilitetin e qeverisjes në Kosovë, shpreson që pas këtyre zgjedhjeve do të jetë një qeveri e qëndrueshme e cila do të mund që ndoshta të qeverisë për një mandat të plot legjislativ. Ambasadori po ashtu ka ftuar që të ketë një proces të duhur, respektim të procedurave, që këto zgjedhje të jenë transparente. Normalisht që unë jam pak. Në zgjedhjet e fundit, pati një mision mbikëqyrës nga BE-ja, që publikoi një raport 80 faqesh me 23 rekomandime. Fatkeqësisht, mund të them që jemi pak të zhgënjur, që këto rekomandime nuk janë zbatuar dhe nëse do të ishin zbatuar siç duhet, ndoshta do të kishim më pak diskutime për çështja si regjistrimi i votuesve, transparencë ose barazi. Ambasadori ka folur edhe për dialogun si proces shumë të rëndësishëm për vendin. Kemi shumë shpresa që përfaqësuesi special i emëruar kohë më parë, Miroslav Lajçak, mund të çojë përpara këtë proces. Fatkeqësisht kemi një vonesë tani, shkaku i zgjedhjeve këtu, por mendoj se ajo që kemi nevojë nga të dy palët është që palët të gjejnë një zgjidhje për të gjitha çështjet e hapura, qoftë asociacioni i komunave serbe, personat e pagjetur, çështjet pronësore. Ai ka përfunduar duke thënë se nëse të dy palët janë serioze dhe janë zotuar se duan normalizim të plotë të marrëdhënieve, kjo do t'ju hap rrugën drejt Evropës. Ambasadori në këtë intervistë foli edhe për çështje dhe problematika tjera në vendin tonë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e pandemisë, 5 persona kanë vdekur, duke quar kështu në 1514 numrin e të vdekurve. Sipas institutit janë testuar 2303 mostra të marra nga SHSKK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilave 318 kanë rezultuar pozitive. Në 24 orët e fundit janë shëruar 214 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është 53.231 raste, kurse numri i rasteve aktive është 6.659. Në Kosovë është ngritur alarmi se personat që tashmë e kanë kaluar virusin COVID-19 po ri-infektohen. Përveç pacientëve në mesin e të prekurve për herë të dytë me koronavirus janë edhe mjekët. Në Kosovë është ngritur alarmi se personat që tashmë kanë kaluar virusin COVID-19 po ri-infektohen. Përveç pacientëve të tjerë që po ri-infektohen, në mesin e të prekurve për herë të dytë me koronavirus, po dalin të jenë edhe mjekët kosovar. Në mesin e të ri-infektuarve janë edhe 2 anesteziologë të QKUK-s. Detaje për gjendjen e tyre dha drejtori i klinikës së anesteziologjisë Nehat Baftiu, duke sqaruar se ata po trajtohen në shtëpitë e tyre. Dy nga personeli shëndetësor, dhe me thonë, janë smuk për ajo dytë, dhe me thonë, mungojnë, pej parje. Janë 2 anesteziologë që janë me COVID pozitiv. Për shenjat e tyre, me bisedu me ta, kanë qenë? Janë mirë, kom bisedu, çdo ditë bisedoj, edhe me të dytë bisedoj, janë mirë, momentalisht, po kanë dalë pozitiv. Por si e shpjegojnë infektologët infektimin për herë të dytë me COVID-19? Tashmë janë konfirmuar